Ila, cili mesazh me radhë është ky? Edhe telefonatat e mia nuk i hap. Je mirë apo jo? Omer? Çfarë pune ka Omeri me këtë vajzë? Oj, mish. Valla, shtriu për hir të Zotit ma, ha? Që në mëngjes bë zëri tasave, po po shfarit po shon si Tezja Saide, nuk më lë të flem ma valla. Në rregull, vlla, në rregull. Mos u zemëro. Hajde, unë po shkoj. Ai, mirë, të paktën ka aromë pastërtie. Ha, është më mirë? Mirë është mirë, faleminderit. Ka sa kohë që në shtëpinë tonë nuk vinte asnjë shoqe imja. Tani ne do trim deri në mëngjes duke biseduar apo jo? Si duket ke gjëra për të treguar, ha? Ne ka sa kohë që nuk bisedoj me ty. Aj, por mendoj se kam rënë në dashuri me Omerin. Nuk është për të mos u dashuruar, pra është djalë shumë i mirë. Është edhe i zgjuar, dhe gjithashtu është vërtet zemër mirë. Mos pyet, është gjithmonë ashtu. Ajo është njeriu më i ëmbël që njoh në jetën time. Nganjëherë më zemëron mua, por Edhe mua pra, por dua të them është shumë i pashëm. Është edhe karizmatik pra. Edhe ato si, nganjëherë kur rri kështu, shikon ngrohtë, buzëqesh. Apo jo, kur buzëqesh i dalin vrimat e vogla në fytyrë, e ke parë? Mirëmëngjese! Jo edhe aq pra, kjo është e tepërt. Aj, kërkoj falje, u zemërove? Jo pra, nuk u zemrova unë, po shija një ëndër. Ashtu? Çfarë be? Tani nuk më kujtohet, por sikur të largohesh pak më andej, po bëhem sikur do ngulfatem. Më fal. Për shiko, je me fat. Gjyshja ime ka bërë byrek me speca. Hajde të rregullojmë dhomë dhe të ha mëngjes. Në rregull, ti shko, unë do të vi. Në rregull. Juj, motër, as pak nuk je kurioztare për motrën tënde, nuk pas ke kërkuar as pak. O zoti im, nëse nuk më fal mua motra ime, unë do të mbaroj. Çdo mëngjes me këtë do të zgjohem unë. Çfarë bëri kjo vajzë vallë? Ai, çfarë do të bëj shpirt? Mund të kesh shkuar te Livi të bëj qejf. Ai jo, tani mos e lajmëro se do ta llastosh kot me lem. Unë do ta lajmëroj Elitin pastaj, do ta kuptoj. Çfarë po ndodh? Ta marr dreqi. O, zoti madh. Bir, a je mirë? Mirjam nën, por derisa po hiqja mjekrën pasqyra u thyje për një moment. Ti qof shëndosh, Bir? Jo, nuk më ndodhi asgjë, Mirjam. Qenë ka bërë keq që është thyer pasqyra. Thonë që sjell fat të keq. Sa e çuditshme je, mos beson në këto besytni? Për besën unë zakonisht nuk i besoj, por që në mëngjes kudo që kam vendosur dorën, del diçka e keqe. Qoftë për të mirë, Bir. Ti mos u mërzit. Unë tani do të shkoj do të sjell një pasqyre nga dhoma.
Gënyl? Mirëmëngjes. Mos bëj kështu, të paktën sikur të më thuash mirëmëngjes. Ma shet gjendjen time. Në vend që të them ty mirëmëngjesi, më mirë të më kaputet gjuha. U kuptua. Fakti që dje nuk e shkuar te stacioni policor të paska cëruar nervat. Ti e bëre? Ti e ke kërkuar Ramizit dhe i ke thënë ta bëj atë, apo jo? Gënyl, Edhe i qendi e ky Yusufin me kamerje ti, apo jo? ah moj Gënyl, sikur ta kuptosh që gjithçka që bëj e bëj për ty. Sikur ta kuptoja sa njerinë e vritshëm që je. Gënyl, po e tepron. Çfarë do të bësh? A do e lajmërosh zotëri Ramizin? A je aq i mirë ti? Pa marrë ndihmën e dikujt, pa gënyer, pa mashtruar, nuk mund të bësh asgjë, apo jo? Mëkat. Gënyl vajs, erdhe ti? Është i neveritshëm. Ai, çfarë ndodhi Çfarë do të ndodh? A i bora që e lavdron drejt në qiell ti. E ka të mafiozin Ramiz pas vetes, po më kërcënon mua pra. Ai, çfarë kërcënimi moj tani? Motor, edhe sa kohë do duhet ty ta kuptosh se sa të këqij janë këta njerëz? Ata po flasin për ta lënduar Yusufin pra. Ai, jo shpirt, nuk bëj një gjë të tillë. Shikoj gjërat që kam bërë deri tani dhe pastaj fol po deshe. Mua urgjentisht më duhet të bëj diçka. Gënyl, shpirti motrës përbes nuk di se çfarë të them. Më thuaj mua, motor bëje këtë dhe unë do ta bëj atë. Ti e bër atë që kishe për të bërë motor? Ti na solle neve në këtë gjendje? Çfarë do qoftë çmimi i kësaj, mua më duhet të flas me Yusufin. Këta njerëz filluan të bëjnë shumë të rrezikshëm. Sigur Yusufi do të dëgjoj ty. Do të më dëgjoj. E ka patjetër të më dëgjoj. Çfarë bëre? Mendove më mirë tani? Mendova, Aisel, mendova. Por më e logjikshme më duket të mos përfshihem unë në këtë çështje. Mirë po, por nëse gruaja ti gënjen me të vërtet? E di pra, edhe Taraku edhe Leila janë në situatë të vështirë, por unë nuk kam asnjë shans të ndërhyj në këtë çështje. Mund të keq kuptohem. Ke të drejtë, por Nuk ka por, Aisel. Çfarëdo që të ndodh, mua më duhet të qëndroj larg. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. A mund të flasim pak? Për çfarë teme? Temën e di, Leila. Gjërat që the për Meltemin. Gënjeshtrat që thash deshe të thuash. Leila, Nuk mendoj se duhet të flasim. Unë isha xheloze dhe gënjeva. Kërkoj falje, nuk do të ndodh më.